Për herë të parë, sportistët të gjitha grup moshave nga Pogradeci, Ohri dhe Struga u bën pjesë në një kampionati të përbashkët shau, të organizuar në kuadër të ditës ndërkombëtare të shaut. Ky format sportiv bëri bashkë 3 qytete që shtrihen rreth liçenit të Ohrit, duke shënuar një risi në bashkëpunimin ndërkufitar përmes sportit. Pjesëmarrësit u shprehën entuziast për këtë nismë të re, duke vlerësuar mundësinë për të garuar me sportistë nga vendet fshinje. Të zgjerohet pak me komunat përreth dhe të shëtisi. Ata theksuan se shau është një sport që zhvillon logjikën, strategjinë dhe durimin, ndërsa sugjeruan që të përqafohet më shumë, veçanërisht nga të rinjt. Kam qenë në moshën 6 vjeçare, kam mësuar prej gjyshit tim dhe shau më duket lojë shumë e veçantë. Është lojë shumë e bukur, stërvit mendjen për argëtim për të kënaqur. Të futet si lëndë zgjedhore në shkollat fillore dhe të mesme. Deri më tani nuk ja kemi arritur. Shau është lojë e vështirë. Dhe mosha bën saj. Në përfundim të kampionatit, vendin e parë fitoi skuadra e Strugës, e cila triumfoi përballë ekipeve të Pogradecit dhe Ohrit. Lojra shumë interesante mes shahistëve, edhe të gjithë ishin të mirë, është për të vazhduar. Synimi është aktivitetet të kthehen në një traditë të përditshme. Dhe tjetë dhe një simbol i bashkëpunimit ndërliçenor midis bashkive dhe ndaj është dhe quajtur liçeni i bashkuar. Ka si synim që kampionati të jetë në vazhdimsi dhe në vitet e tjera, sepse dhe një moto e shaut është shahistët janë dhe miq, pra është sporti i durimit, i miqësisë. Edicionet e ardhshme pritet të zhvillohen fillimisht në Ohër e më pas në Strugë, duke forcuar më tej këtë traditë të re sportive dhe bashkëpunimin ndërkufitar.